Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përsëriti kërkesën për shpalljen e gjendjes fatkeqësisë natyrore, dëmshpërblimin e të gjitha dëmeve që familjet e bizneset kanë pësuar për shkak të përmbytjeve të ditëve të fundit. Në një konferencë me gazetarët, Berisha vuri në dukje se situata plotson të gjitha kriteret ligjore për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë. Dënoj me forcën më të madhe këtë indiferencë çnjerëzore, mos shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, gjendje e cila plotëson në këto rrethe të gjitha kriteret për të shpallur. Por kjo mos shpallje vjen për shkak se nuk duan t'i kompensojnë qytetarët për humbjet e tyre. Kryetari i Partisë Demokratike akuzoi sërish qeverinë se është përgjegjëse për situatën e krijuar pas rreshjeve të ditëve të fundit. Durrësi është përmbytur pa diskutim se rreshjet e mëdha janë shkaku themelor, por ajo që e favorizoi në mënyrë të jashtëzakonshme, të paprecedent, është gjendja katastrofale e kanalizimeve dhe funksionimit të hidrovorëve. Ndërkaq Berisha ju bashkua thirrjes autoriteteve për evakuimin e banorëve në zonat ku situata është e rrezikshme. Ju bëj thirrje banorëve të evakuohen sa më shpejt, sa më parë me të gjitha mundësitë e tyre, sepse lumi, vjosa, është një lum me rrezikshmëri të pakrahasueshme me asnjë nga lumejt tjerë të vendit në befasinë e prurjeve të tij. Prej ditës së djeshme, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka këmbgulur që qeveria duhet mblidhet për shpallur gjendjen e fatkeqësisë natyrore e të dëmshpërblej qytetarët për dëmet që kanë pësuar.